Për të folur sa i përket kësaj çështje, unë kam kënaqësinë që përmes një lidhje të drejtë për drejtë kemi analistin Florim Zeqa. Zotëri Zeqa, kënaqësi t'ju kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë. Përshëndetje për juve që ndrejsa. Atëherë, jam pjesë e misionit tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësi edhe për ne të kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Më trego pak, apo afrohet realisht zgjidhja, apo vetëm po afrohen partitë sa i përket këtyre marrëveshjeve që ndoshta edhe nuk do të jenë shumë pozitive në fund të ditës. Si e sheti këtë bashkëbisedimin që po e bëjnë Kurti bashkë me Abdi Gjikon? Sa në të vërtetën, shqiptarët e Kosovës janë duke i përjetuar ditët e zhgënjimit më të madh në të zgjedhurit e tyre. Kur e thënë këtë e kom parasysh faktin se të zgjedhurit e tyre, në vend që të ishin këtë në vendin ku ju takon, në parlament dhe në institucione, ata po gjenden këtë jashtë dhe lërë tyre. Sa i përket pyetjes rreth bisedimeve aktuale që po ndodhin mes LDK-s dhe vetëvendosjes, këto përveç se bisedime të pasinqerta janë edhe jo transparente. Nga se ato që ka deklaruar për media nuk përkojnë as pak me realitetin e bisedimeve në fakt se çfarë flasin dhe çka dakordohen mes tyre. Krejt diçka tjetër duket i mas mendimit tim ashtu si që shoh dhe analizoj unë zhvillimet e këtyre bisedimeve, krejt diçka tjetër është një dakordancë mes lëvizjes vetëvendosë dhe LDK-s e krejt diçka tjetër është çfarë prezantojnë media. Sipas mendimit tim, dakordanca e vetme që e kanë të dy subjekte mes tyre është prolongimi i zgjedhjeve, jo gjetja e zgjidhjes, por prolongimi i zgjedhjeve për në fund vitit ashtu si që është folur për 27 dhjetor. Kur e them këtë, e kom parasysh edhe faktin tjetër, se LDK-s si subjekt politik nuk i konvenon zgjedhja e problemit tani. Kom parasysh tani për krerët e saj aktualisht që e drejtojnë LDK-n, krevi LDK-s. Nga se çdo marrëveshje me Albin Kurtin do ta dëmtonte edhe me tej imazhin e tyre. Prandaj po tentojnë edhe këta të përfitojnë kohë që zgjedhjet të shtyhen sa më larg gjithsesi deri në fundin e vitit. Që jemi duke shkuar ashtu kështu drejt atij përfundimi. Dhe vërtet është duke u bërë një lojë pa sinqert. Thuhet që kemi dakordancë, kemi bërë kopa propa, pa thënë asnjë fakt, pa thënë asnjë vërtet para qytetarëve, vërtet kjo është pak më tepër se fyri për qytetarët e vendit. Qytetarët janë lodhur me frazeologji të kota dhe me fjalë shterpe para tyre. Duan punë dhe fakte konkrete. Unë e kam thënë pikërisht në televizionin e juaj, më të justifikuar zgjedhjet se partitë opozitore duhet të unifikohen dhe se bashku në blok të shkojnë me ofertë Albin Kurtit për bashkëqeverisje. Bashkëqeverisje, nga se vendit i duhet përfundimisht një bashkëqeverisje e gjerë, jo një bashkëqeverisje mes dy subjekteve, në këtë rast një subjekti shumë të madh dhe një subjekti të vogël. E quajta të vogël LDK nga se është më e vogël pas që ka dorë në zgjedhje. Nga se pas se patë votimin në kuvend, ose të themi kështu që aktin e mocionit për besimit kuvend Gjumiri mezi arriti që të kaloj edhe kësaj radhe këtë sfidë, kështu që ka dorë me një legitimitet të përgjysmuar. Në unën tjetër, edhe aktualisht, edhe pse ju e nominuar si numri 2 i Lidhjes Demokratike, e kemi deputetën Vjosa Osmani, e cila u po qartë se nuk ka kredibilitet në LDK. Dhe Vjosa e di mirë se bazën elektorale e ka diku tjetër. Bazën elektorale e ka në vetëvendosja aty ku i ka mbetur. Dhe tenton dhe shpreson
që ta rikthej një pjesë të asoj bozë elektorale që i kam bet dhe ta ngrisë i mos zhërnësoj në zgjedhjet të ardhshme. Bashkë me këtë edhe krevi le dhe kes ta quj kështu në aspektin figurativ, Lumir Abdullikun edhe ai tenton që ta ngrisë pak imazhin e tij si kryetar partije në zgjedhjet të ardhshme, nga se dihet mirë se LDK-ja e ka humbur hapin dhe nuk është më parti opozitore që duhet të jetë edhe siç ka qenë në të kaluar. Zotri Zeq, Unë për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila prej fillimit është treguar e sinqert, është deklaruar që të qëndrojnë në opozitë dhe po qëndrojnë vertikalisht në opozitarizmin e saj. Kurse LDK-ja me mos persistencën e qëndrimeve dhe mos mbajtjen e fjalës, vërtet e ka humbur në mos të madhe besimin e qytetarëve të vendit. Zeqa, në anën tjetër, në Kurtit në Bashkëvërisje, kur i dështoi gjohu i pushtetit, nuk e arritja që e kishte për qëllim u tërhoq nga ajo për të rikthyer, për të folur gjoja që është interesuar të ndihmoj Kurtin për gjetjen e zgjedhjes për presidentin, që në fakt është e kundërta asaj. Zotri Zeq, se nuk dia apo më dëgjonit, edhe isha duke komunikuar me Maksim, po. Jam duke dëgjuar mirë. Në rregull. Lëvizja LDK-ja në fakt ka thënë se ka hequr dorë nga të gjitha postet. Çfarë mendoni se kërkon në këmbim të mbështetjes ose edhe marrëveshjes tutje? Po përsëris edhe një herë. LDK-s ose krerët LDK, dy figurave LDK. Lumir Abdulliku se nuk është mirë që po kthehem personale, po fakt është në rregull, po. Pasi nuk arritën që ta realizojnë qëllimin që e kishin në dialog për bashkëvërisje me Albin Kurtin, ata deklarativisht u thanë që po tërhiqen nga pjesëmarrja në qeveri, por vetëm do ta ndihmojmë në zgjedhjen e zgjidhjes për të ngreshit politik. Mirë, po në fakt qëllimin e kanë të njëjtë, jo tani, por jo duke menduar që atë ta realizojnë pas zgjedhjeve të ardhshme të jashtëzakonshme që pritet të mbohen në fund të vitit. Po këtë aksionin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, si e sheh? Unë heqa pjesën e dhunshme ta quaj kështu, e vlerësoj opozitarizmin e PDK-s dhe TAK-s. Vërtet, vendit i duhet një opozitë e fortë, por është e manget pa lidhjen demokratike. Lidhja demokratike duhet të ishte krahtyre prej fillimit. Dhe vërtet, sikur ta kishim blokun opozitor të unifikuar, të bashkuar, edhe Albin Kurti do të mendonte ndryshe. Por edhe bashkësia ndërkombëtare do ta trajtonte ndryshe opozitarizmin në Kosovë. Mirë, po kur e kemi një forcë politike lojale që është duke ndihmuar në prapasjen Albin Kurtin, në këtë rast, Lidhja Demokratike e Kosovës, atëherë nuk do ta kemi atë mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare, po më së paku edhe atë të qytetarëve të vendit. Nga se ky vakum i madh institucional është duke shkaktuar dëme kolaterale për qytetarët e vendit. Dhe Kosovën në muaj të ardhshëm, duke filluar nga muaji i ardhshëm, e tutje e presin procese mjaft të rëndësishme dhe tepër sfiduese. Dhe vetëm të bashkuar mund t'i bëjmë boll zhvillimeve që pritet në duhet në vendin tonë në muajt në vazhdim. Po kjo protesta, kjo aksioni që po e bën Partia Demokratike e Kosovës, a mendon se po e dobëson apo po e rrit pozitën e saj si parti? Se është duke dëmtuar apo rritur forcën e saj, kjo do të shihet në zgjedhjet e ardhshme, por unë e vlerësoj opozitarizmin edhe një herë po e them, po përsëris edhe një herë e vlerësoj opozitarizmin e PDK-s dhe TAK-s, duke hequr onën e dhunshme të protestave në rrugë apo në parlament apo kudo që ndodhin atu. Duhet ndodh në opozitë, duhet të unifikohet opozita. Se në gjitha shtetet të zhvilluara dhe demokratike, opozita është korrektor i pushtetit. Opozita i determinon proceset e zhvillimeve në secilin vend.
E tek ne për fotin e kesh pëndu dhe kundërta. Gjatë këtyre ditëve kanë qarkulluar emrat shumë që mund t'jenë pretendent ose janë të propozuar për rolin e presidentit. A mendon se janë realisht kandidat apo thjesht janë një testim për opinionin e gjerë, zotri Zeq? I kom dëgjuar këto për emrave që janë ndakuar ditëve fundit, po të gjitha këto janë për konsum të mbrëmshëm partijak, që në fakt për deri i sa u tha pas mbledhjes së djeshme që kanë folë për emrat përveshëm, nuk është asgjë sekrete. Kur gjës do ta dëmtojnë të procesin, përkundrazi do ta ndihmojnë dhe sikur të dilin me emra që janë diskutuar, që janë debatuar me tyre për president. Dhe këtë duhet ta di edhe populli se nuk bën që disa gjërat mbohen fshehta e mos t'i di edhe populli, se faktikisht fjallë po rjedhin, po dihet paka shumë ku janë të fokusuar dhe nga janë të fokusuar mirë, po përsërisë një herë, nuk e kanë vullnetin, nuk e kanë qëllimin e mirë për të arritur deri të zgjidhja, por qëllimi është po përsërisë një herë, prolongimi i kësaj blokade edhe arritja e qëllimit që e kanë tashmë të përbashkët Lidhja Demokratike edhe lëvizja vetë vendose që zgjedhjet të mbohen pikërisht në fundin e këtij. Po çfarë profili të presidentit do ta pranonte lëvizja vetëvendosje në këtë rast? Po problemi është që lëvizja vetëvendosje tash nuk është interesuar fore që ta pranojë asnjë profil të presidentit. Qëllimin e kohë shkoi në zgjedhjet tashme. Me synimin që do të ngritet edhe më tej në elektoratin e saj. Gjashtë sipas mendimit tim është tepër studiuese të mendojë që lëvizja vetëvendosje do të ngritet më tepër se kaq. Nëse ka ndryshuar shumë çka në Kosovë, nuk është më ai mentaliteti edhe bindjet e qytetarëve siç kanë qenë 2 vite më parë. Kanë evoluar gjatë, edhe elektorati ka filluar të vetëdijsohet dhe do të mendoj mirë se kujt do t'ia qetë votën. E ajo çka është më kryesore dhe më rëndësishme në këtë rast, se si pasojë e zhgënjimit në klasën aktuale politike ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara një bojkot i gjerë qytetarë. Ku i kemi edhe 64% të qytetarëve që e kanë bojkotu procesin zgjedhor. E pritet që në zgjedhjet që faktikisht na presin në fund të këtij viti do të kemi rritje të bojkotit dhe zvoglim të daljes së qytetarëve në zgjedhje. E vetmja mënyrë e ndëshkimit të kësaj klase politike. Po sa gjatë mund të funksionojë Kosova, vendi ynë me institucione në detyrë, zotri Zeq? Kjo është sfidë e madhe edhe është, po të themi, duhet të jesh qësim për secilin qytetar të vendit dhe secili që merr vesh pak nga politika. E as më tepër që ja bën të mirën vendit, duhet të mobilizohet dhe të gjejmë zgjidhje që të ndërpritet ky trend i keq që është duke na përcjellur që ne vijmë si me blokada, me post-blokada pas zgjedhore e tjera, nga se kemi filluar që gradualisht kjo është një farë mënyre, kur nuk i krijojmë institucionet tona, kur nuk e respektojmë vullnetin e qytetarëve, atë një farë mënyre është edhe heqje dorë nga shtetësia. Me vetë dëshirë është heqje dorë nga shtetësia. Gjë që nuk ju folet politikanëve, nuk ju folet. Duhet bëhen kompromise, duhet gjinë në zgjidhje. Nga se për këtë Kosovë, o derë gjak, po manë shumë mund dhe shumë sakrifica. Nuk u duhet ta lëmë fotin e vendit në dorë të njerëzve të papërgjegjshëm. Pra nëse nuk arrihet një marrëveshje, rrezikojmë që të hyjmë në një krizë më të thellë, institucionale, apo jo? Po sigurisht. Kjo është rreziku më i madh që pret Kosovën. Rreziku më i madh që pret Kosovën. Se gradualisht ne nuk e dëshmojmë veten para të tjerëve që jemi të zotë të mbojmë mbështet, atë edhe miqtë tonë fillojnë ta humbosin interesimin për ne. Nga mungesa e investimeve kalojnë në
diçka tjetër që është akoma më e rrezikshme dhe heqje dorë edhe nga mbështetja e gjerë që e kemi pasur deri më tani të shtetë i ri dhe sovran. Zotri Zeq, të falenderoj shumë për kohën që ndohat për të realizuar këtë bisedë bashkë, për të analizuar këtë çështjen politike bashkë me mua, shikuesit, por edhe ata që na dëgjuan përmes valëve tona në këto momente. Faleminderit shumë. Faleminderit për hapësirën mediatike. Ishte kënaqësi bashkëbisedimi me ju.